Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndesim nga studio jon duke uruar që dita t'ju shkojë plot mbarësi dhe shëndetshme natyrisht. Të ndalësh në Galerinë e Arteve Figurative të Shkodrës nuk është thjesht të thuash një emër, por të përqendrohesh tek ajo punë e madhe e artistëve shkodran, por jo vetëm, që do thosha e mësyn ose punojnë për të qenë pjesë e saj. Dhe nuk është pak, por është një komunitet artistësh që janë pjesë e kësaj galerie, e cila natyrisht her pas here kulmon me aktivitete që tërheqin vëmendjen. Të tërheqësh vëmendjen do të thotë jo vetëm të interesohesh, por edhe të ndjesh së brendshmi ato ndjesit që të japin punët artistike të pasqyruara atu. Dhe nëse ecën me ritmin e një pune që kulmon në një tablo, në një ekspozit, do të thotë që pikërisht kjo galeri di të organizoj, të menaxhoj këtë krijimtari, këto frymëzime që vinë her pas here në formën e ekspozitave apo dhe programeve të ndryshme edukimi, siç janë programet që galeria natyrisht trajton gjatë vitit, por edhe ti drejtohesh një publiku që sa vjen dhe kultivohet në pikërisht në aktivitete të tilla. Sot unë dëshiroj jo thjesht të informohem dhe të informoj publikun me aktivitetet e pritshme, por edhe të kem edhe të shpërndaj ndjesi rreth ndjekjes së aktiviteteve të tilla, sepse nuk janë të pakta. Ndaj në studio jam së bashku me drejtorin e Galerisë së Arteve Figurative të Shkodrës, zotin Fatmir Juka. Mirëmëngjes, zoti Fatmir, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, ju zoja Merita, mirëmëngjes publikut. Natyrisht Mirë se ju gjeta. Mirë se erdhët. Prania jo rrallë tregon që aktivitetet nuk janë të rralla, përkundrazi, në një kohë pandemie keni ofruar her pas here mediume të ndryshme, realizime veprimtarish, ekspozita, por ajo që pritet natyrisht është akoma më e frullshme apo jo në VMC. Do të thotë që publiku pret të ketë njësi të tilla për të ndjekur aktivitetet tuaja. Po, u bë tradit tashi që në këtë studio, paktën personalisht kam marrë disa herë për me dhënë një panoramë të asaj çka galeria ofron për publikun ose do të ofrojnë vazhdimsi. Këto vite, sidomos viti që lëm pas dhe këtë që është në rrugtim e sipër, nuk kanë qenë vite të lehta. Dhe ne e kena jetu si tush me situatën, por e kena pat udhës që ideja ishte me rezistu edhe me vazhdu drejt, si tush, me projektu një pik vizioni për cilën duhet kapeshim, që ishte një pik sa reale dhe abstrakte. Ishte, në qoftë se do ta përkthejshim, do kishim kriju një pik vizioni që ngjasonte me të shkuarën, pra që ishte masi e tillë, dhe pra ishim kap fort mas saj, e kishim projektuar si të tillë, pra gjërat do t'i bashim sikur janë normalisht, por realisht nuk ishin. E kuptoj. Domethënë, po ky rezultoi mos e nevojshme, jo vetëm për ne, po edhe për artistë për cilën morën pjesë në për aktivitetet që u bën, qofshin ato online, qofshin ato direkt pastaj, sepse sikur u ndje më pak siç janë ndje edhe humje të emrave të njohtun të artit, të cilën ne kemi pas edhe miq edhe bashkëpunëtor
Respekt për punën e tyre dhe padyshim, bashkëpunimin. padyshim. Por ndërkohë duke u bërë në një farë mënyrë një qendër e përballjes, e takimeve, komunikimeve, e atyre ekspozitave, por jo thjesht ekspozitave, sepse aty nuk është thjesht të konkurosh, është të dialogosh me veprën, me kohën, me tematikën, me simbolin shpesh, jo çdo gjë jepet e gatshme si në pjatë. Do të thotë që të ndjesh edhe ato flukse që lidhen me krijimtarin, me ato hapa që stacionojnë diku, që rreken të kapin të tjera stacione, dhe nuk janë pak, sepse artistët e Shkodrës mund t'i gjesh në stade, mosha, pozicione, gjini, hapësira të ndryshme. Unë e them këtë sepse në një farë mënyrë kam ndjekur aktivitetet e kohëve të fundit dhe rezulton se hapësira nuk është e vogël. Hapësira nuk është vetëm Shkodra, dhe kjo është merit që në Shkodër të rezonojnë, por edhe të mblidhen shumë artistë në një galeri, siç është Galeria e Arteve, ku takimet, po i quaj këto ekspozita, se në fakt janë edhe takime mes miq, kolegësh, nxitje. Vërtet ka qenë dhe është një vit pandemik, por me sa di shumë nga artistët kanë punuar. Apo jo? Padyshim kanë punu dhe jo vetëm kaq, por ndoshta disa prej tyre kanë edhe produktin më të mirë të krijimtarisë tyre në këtë kohë, ose të paktën kjo kohë që i kalojnë, vepra aty në man gjurmën e një veçanësie, e cila nuk shpresoj më zot mos përsëritet më, dhe padyshim që reflektimi, emocioni, qasja ndaj problemeve, analiza, kërkimi tek koscienca, tek subkoscienca, pra të ndërgjegjshmja dhe e pa ndërgjegjshmja e artistit vet në raport me shoqërinë, kështu me radhë ka kanë një masë shumë të ndjeshme, me shumë lamë ndjesore. Ndjesi shumë humane që përkthehen në këndvështrime dhe në ide që ata kanë shpalosur. Krejt e vërtet, dhe bile sikur këto ekspozitat e fundit sikur u përkufizuan në dy linja. Ndoshta edhe më shumë se dy. Pra një ishte një linjë thirrjes përmes artit ose mediumeve konservatore. Ishte një rrugëtja, një lidhje me natyrën me të vërtetën. Një tjetër ishte një lloj si thush gjendje e ekspresionit të turbulluar, po që ishte diku mes revoltës dhe mes paqartësisë, ose gjendjes gjendjes së turbinës, të procesit në zhvillim, mirë me e thonë kështu. Një tjetër ishte shumë më qartë, ku kishte një analizë dhe një përfundim vizual shumë më të kthjellët, pra që e definote dhe e fuse në kornizë atë se çka ne shohim dhe përjetojmë për ditë, dhe e kthente pastaj në një mesazh të dukshëm dhe të prekshëm shumë qartë. Se ndodh kështu sepse arti është ndjesi. Në radhë të parë është ndjesi që përkthehet pastaj në ide, në ndërveprim, ndërqasje. Gjithsesi, po t'i referohemi ditëve jo vetëm atyre që shkuan, por atyre që do të vinë. Hedhim një këndvështrim që lidhet me një ecuri, apo ja. Jo thjesht keni hartuar një program, por keni ndjekur ndoshta një rrugtim në idetë, në mënyrat e pasqyrimit, në punët. Ne ndoshta për këtë vit si thush, nga viti që shkoj shumë gjëra nuk u bënin. Dhe të gjithë ajo val që ne priqim ta realizonin vitin që shkoj, do të pjesë e mirë do të përcillet këtë vit. Por që ajo etja është shumë më e madhe, sepse lidhet edhe me faktor krejt normal, pra të bëmënit art është edhe një proces që krijon të mira materiale, dhe mbajtja mbyllur e punëve në për studio,
ose e promovimeve të takimeve të ndryshme nuk normalisht i kërkon një farë shpërthimi, kërkon medalë. Dhe kështu gjendja e prurjeve është goxha madhe sa këtë vit na është dashme edhe me refuzu shumë, ose mi kalu për vitin që vjen. Interesante. Po nuk ka, s'kemi hapësinë, s'kemi as kohë për ti bë, pastaj do t'rregojmë edhe pak të drejtë, i kemi dhënë fjalën vjet atyre që kishin apliku, ndërsa si mjet mund të kemi marrë në një, thosh, nga aplikante rishtas për të krijuar ndoshta edhe një puzzle, një lloj ekuilibër mes po sepse është nevojshme që ti konsumosh të dy momentet. Mendojmë që ky vit ka me qenë një vit goxha interesant. Se ju shprehet shumë bukur kur thatë që ka me pas ngarkesë nga ana e artistëve pjesëmarrës, ose grup artistëve që qofshin këto edhe individ. Pra ka me pas një lloj ngarkeset dhe ka ngarkeset. Unë isha prezent në një dialog mes artistëve që ndoshta ju nuk i keni në programin që keni hartuar dhe aty u shpreh një dëshirë për një pjesëmarrje të ardhshme dhe mendova mbase ka ndonjë gjë jashtrallë, nuk e di, varet nga interesi, por që të ofrosh mundësi për artistët është diçka e mrekullueshme. Po dyshim që është një mundësia e mirë, por kjo është një komunitet që është shumë i madh për hir të vërtetës dhe ka. Po është fat të kesh artistë të shumtë, apo jo? Sepse këtu edhe niveli pastaj vjen nuk është vetëm të niveli, është ajo çka të dojnë me thonë. Se ato që janë të nivelit ata kanë vendin e përcaktuar, si thosh. Por pak të në filozofinë tonë, ne jemi mundu me hulumtu, me gërmu, ose me gjurmu, ato që i kanë diçka për me thonë. Sepse kjo është pjesa më rëndësishme. Është rëndësishme edhe mesazhin. Edhe me mujt me i dhanë krah atyre që s'kan mundësi për me dalë. Dhe me thonë, jo, kjo për ndonjë si thush për me hedh projektor nga vetja, po sepse kështu funksionon, kështu natyralisht funksionon, pra do t'i japish krah, është edhe misioni i institucionit i tillë, po dyshim, por do t'i japish krah dhe atyre që tentojnë me hy, si thosh, në këtë fush, pra do t'i hapish një dritare, ato që janë dhe ato që si thosh, mbyllin atë ose vullosin rëndësinë e këtyne aktiviteteve. Por këtë vit kemi shumë nga ato që i kemi kërku që herë të shku për t'i nxjerrë se ku janë. Dhe përkthyer në një program, nuk më pëlqen ta them program sepse çdo gjë vjen natyrshëm, siç duket, nga prurje, por gjithsesi nga një mendim që ju keni hartuar për këtë vjeshmëri të aktiviteteve. Fillojnë me ekspozita të shumta apo jo? Po, që në muajin maj ne fillojmë me një autor lokalësinsin të qytetit Shkodrës, i cili është me goxha emër, Sutki Ibrahimi. E përshëndesim. Është në moshën e tij i krijuese më të pjekun të mundshme. Jo se them unë, po thot puna e tij, si thosh, është një artist i cili kur vjen kështu vrullshëm, rrufeshëm, vjen gjithmonë në një diçka të re, të pjekur mirë, të mbajtur gjatë në dorë. Bile ka disa ditë që po kërkojmë me taku njëri tjetrin për këtë punë dhe po rrotullohemi kështu dhe akoma s'po lidhemi. Gjithmonë për një qasje sa më të goditur. Po dyshim se është shpërfshi shumë edhe shumë emocionalisht në këtë ekspozitë. Është vjen jo vetëm me koncept, jo vetëm me teknikisht, por edhe në mënyrën e ndërtimit, siç e kemi biseduar në këtë ekspozicë, do të jetë diçka krejtësisht më herë të tjera. Edhe ai e ka si një moment për ta pa veten kështu pasyre për të thënë, okay, jam mirë këtu, duhet korrigju kjo dhe kështu më radhë, por ai vjen me një ekspozitë që titullohet Aliazh.
ose po flas pak para ti, si më thënë, ku në thelb të ekspozitës ka pikërisht atë si thush asemblimin jo vetëm të materieve të ndryshme metalike, se sa është kjo. Kuptoj, sepse aty e zëfill si term aliazhi. Por në atë lloj marrëdhënies që krijohet mes njeriu dhe ndërgjegjes së tij, e cila pastaj merr një pamje, merr një portret, mes sinergjive që krijohen mes gjeneve të ndryshme emocionale të grup njerëzve ose individit. Është njësoj sikur do shifshim në një skenë teatri një monolog dhe të njëjtën kohë një monolog të artistit, por që është i rrethum nga 10-12 pasqyra, se kështu po i quaj pikturat e tij si pasqyra, që janë spektator dhe në çdo kanë ne shohim artistin, po në njëjtën kohë ne shohim edhe ato pasqyra, po që mendimet, refleksionet e artistit janë ngjarje që dalin në pikturë dhe ato ngjarje janë ndodhit e përditshme që ne shohim. Pra është një refleksion i realitetit dhe brendësisë së individit. Kjo është në një dialog të vazhdueshëm. Dialog, monolog, ka është një lloj, si thosh, aliazhi ndjesish, ngjarjesh, të gjitha, përjetimesh, e këtu niset nga kjo. Dhe si koncept është interesant sepse ne harrojmë që krijojmë marrëdhënie me çdo gjë. Edhe kjo të bën më të vëmendshëm. Ne edhe në karrikën ku ulemi harrojmë që aty kena lënë, po thojmë, gjurmë të ngrohtësisë trupit ose të televizjeve, të emocionit, të shtypjeve, por këto gjëra të vogla krijojnë histori, pa çka se ne ja na shkalojmë. Po e tilla është. Dikush është më i vëmendshëm për këto. Ndoshta artistit i takon t'i jap këto mesazhe ndjesish, për arsye se është mjaft i prekshëm nga këto marrëdhënie, sa të vogla aq të mëdha. Ndjesia është ajo që na bën me shku tek vepra, përjetimi është ajo. Absolutisht. Aureola që krijon. Por edhe në rastin për cilin të fol, edhe kjo që tentativa është e artistit gjithmonë me fut publikun në procesin e zhvillimit veprës. Këtu për të marrë më kuptim. Mbase do të vija re se pikërisht këto ekspozita dhe artistët e ftuar e pjesëmarrës vazhdimisht kultivojnë një publik. Nuk po e quaj thjesht elitar, por në një farë mënyrë në një proces formimi edhe tek publiku. Nuk ka tashmë një publik që sheh një vepër sipërfaqësore që të rëmben me disa ngjyra ose disa nuanca. Jo, nëse dikush në gjithë shkallët e galerisë përgatitet të hyjë në thellësi të një tabloje ose të një vepre në përgjithësi për të thënë, për të bashkangjitur në dimensionin e saj. Sepse nëse nuk mendohet publiku ashtu siç ju that pak më herët, është një refleksion vetja dhe ai që e përcjell këtë vetvete dhe këtë imazh të jetës. Përndryshe nuk do të quhej i kryer edhe misioni i artit, por edhe një institucioni të tillë siç është Galeria e Arteve, e cila duam të themi që për hir të së vërtetës gjithmonë tërheq të tilla vlera dhe cilësi. Dhe kjo është ajo merita e rritjes. Unë nuk jam kritike e artit, por në një përgjithësi e shoh këtë edhe nga pjesëmarrjet edhe nga ekspozitat e ndryshme. Na vjen mirë nëse është dhënë kjo, është kriju kjo panoram, po për me vazhdu në këtë linjë që po diskutonim, autori i dytë që vjen me pas, që është edhe pjesë e aktiviteteve kryesore të galerisë, që është personazhi i ftuar, është Ardian Yusufi. Ardian Yusufi është për momentin, Yusuf ka qenë, po për momentin është një në artistët shqiptar më aktiv të skenës aktuale, të tanishme, dhe të këtij momenti që po flasim. Ai po mbyll një ekspozitë që e mbajti i hapur për gati 3 javë në Tiranë, në një nga galeritë
qendrore të Tiranës. Ardini Sufi është si thush artisti i emergjent, i cili çdo kaos të shoqërisë, qofshin ato shoqërore, politike, fetare, të së përditshmes, filozofike, ai nuk e lën ti iki. Dhe e rëmben, i qaset fort, e kapër dhe një gjuhë në moment të parë shumë si thush në dukje direkte, por ai ruan një ironi që atë rrëmbimin që të krijon në momentin e parë kur ti vjen në kontakt me veprën e tij, sepse vepra e tij është një vepër instalacionit, është një vepër pikturës, ka teknika të ndryshme, është i mediumeve të ndryshme, është autor po marroj këtë, ai ti direkt vjen në kurthin e ironisë ti, i cili të thotë që një sekond se gjanat nuk janë kaq të drejtë për drejtë asa ne i shohim, dhe ti pengohesh në thojza me atë kurthin e ironisë që ai krijon përmes veprës ti dhe konceptit, dhe në momentin që ti je penguar, ti ke marrë atë goditjen dhe fillon pastaj reflektimin që në të vërtetë gjërat duket parë janë të veshura dhe ti e lexon shpejt, por kur vjen momenti i marrëdhënies që krijohet nga kontakti, atëherë vetëm që vepra e tij merr kuptim, po çësia jote pasi del nga galeria është komplet ndryshe. Në fakt merita një vepre artistike, pavarësisht nga lloji dhe gjinia e artit, qoftë një vepër në teatr, një këngë e bukur, një libër i lexuar, apo një vepër artit pamor, është kur ajo të lën brez edhe pasi e shikon. Dhe ndoshta e përpunon në mendje mbas asaj. Ky është ai mesazh që të bashkangjitet, dhe ky ndoshta është një ndër mesazhet e forta që arti kërkon të transmetoj. Shpresojmë se ne jemi çdo gjë mbar, dhe është në ekspozita që unë kam shumë dëshirë të bëhet, e publiku ka me si thush, jashtëzakonisht i habitur nga pazakonshmja edhe e zakonshmja e gjanave që ai do të sjell. Unë do të jenë shumë i përcip në këtë moment kur do flas. Për shembull, ai mund të prush shumë mirë po themi kështu masive të vogla betoni të shpërndara nëpër galeri ose diku në pranë hyrjes së galerisë që ne mundem na pengu ecjen në parë ne do shohim që simboli që dëshironte. Në po me parë ne asociacionin që na krijohet është me atë zakonin shumë të rëndom që në urbanitetin tonë përditshëm ku shohim që pjesë trotuaresh para shërbimeve XY janë të bllokuar me gurme, bicikleta, me me statuja, dhe një farë mënyre. Këtë fenomen e merr e bën në vepër arti dhe e ka pas në Bienale të Venecias. Shpresoj ta sjellin dhe në qytet, pra në galerinë tonë. Si kjo ishte një, që pata mundësinë me shpjegu, ose në ekspozita e fundit ai idenë e superheroit, pra Spider-Manin që gjithë fëmijët po pakte nga brezi janë matëri. Spider-Manin e njohim si një superhero modern, i cili na ka zëvendësu, po themi shumë Muin Halilin e tjerë. Ai e zvetnon tash nga fuqitë e veta, se nga i miti i krijuar, edhe si thush e gjem Spider-Manin si një diçka që prodhohet gjithkund, në fabrika, blihet në tregje. Pra është diçka krejt e arritshme. Në një farë mënyrë e deheroizon nga ai. Shumë saktë, tamam deheroizon dhe na krijon tashmon një Spider-Man tjetër, që siç është Ujku. Pra, që është Ujku, i cili është, si më thënë, fabulën e narracionin e fëmijëve, Ujku gjithmonë është
kafsha rrezikshme të cilët ne duhet i ruhemi. Më bën përshtypje se Galeria e Arteve tërheq artistë natyrisht shkodran, por jo vetëm, dhe këtë e bën në vijimsin, është ndoshta një nga parimet e punës suaj për të qenë sa më si thuash konkurrues, koherent, për të qenë jo lokal, absolutisht, për të qenë sa më të hapur, më kombëtar, më mbar kombëtar, do thosha. Këtë e keni treguar edhe vitet e shkuara, unë akoma ruaj në mendje. Natyrisht kur unë them për vete, nuk kam parasysh thjesht veten, spektatorin. Ekspozitën e Gazmen Lekës, për shembull, i cili me madhështinë e veprës së tij është një gjurmë e veçantë në art. Ju përmendni përsëri Ardiani Sufin, por jemi gati në të njëjtat parametra. Pothuajse në të njëjtat parametra jemi. Pa çka se ndryshojnë dhe që të mos qosh spektatorin diku tjetër për ta parë ekspozitën, e sillni artistin këtu pranë spektatorit, dhe kjo është do të quaja një veçanësi dhe merite madhe. Ka një çudi me qytetin e Shkodrës, unë po e shoh për ditë dhe po ndjej, si më thon, këtë gjë. Në pamje të parë rezonon si një atë historinë e zakonshme, ja po Shkodra kështu tipi kulturë, se ku po diu në këto gjëra të tjera. Po që është bë kështu si arkaike kjo shprehje, edhe është bë si e mirë pranuar dhe po as pak më e kërkuar. Do thonë, ndërkohë që personazhet qytetit të Shkodrës janë shumë aktiv, Riz vërtet. Mirë po, qendra është Tirana. Riz vërtet se duhet të pranojmë këtë. Aty është debati më i madh të gjitha gjërave që ndodhin në Shqipëri. Dhe mirë po, e çuditshme është që këto njerëz pastaj kur i afrohesh ty në njerëzve, ardhi aty në Shkodër përjetohet si mision. Ne këtë tash e humbim, ose kësaj ne nuk i besojmë. Sepse e shohim qytetin një kanë vështrim idilik. Në një farë mënyrë praktikë përditshme, pra diçka si një periferi në thojza, siç u tentu për i qest, me për kufizu, po që ka dhanë rezonanca, nuk është se s'ka dhanë, si kur s'nolla zgja, po faktikisht tjertë, e shohin kështu si një diçka për te i gjamit, që runë një lloj shkëlqimit, dojnë me ardhë këtu, dojnë me hypë, e kanë me kaq seriozitet, me kaq eufemizëm e marrin, me kaq përfshirje. Është vlerësim. Më shumë se vlerësim. Nuk akoma s'kam gjetë atë pse sillen në këtë lloj mënyre me qytetin, po flas për artistët. Pra ndryshe nga një opinion i masës. Kjo bën në një farë mënyrë edhe pak të lehtë, edhe ftesën që i bëni këtyre artistëve, apo jo? E bën të lehtë, Në një farë mënyrë kuptohet. Unë kuptoj që kur i çojmë fjalë ato tensionohen shumë. Gjatë që nuk më ka rënë me vesh të ndodhin me hapësira të tjera. Realisht tensionohen shumë. Me sa di në programin tuaj ka edhe nuk e di se i keni quajtur ju, po bashkëbisedime me artistët ose trajnime me artistët. Mas ekspozitës solo të Ardiani Sufit, do të kemi kemi të konfirmuar, po duhet edhe ta rikonfirmojmë. Një bisedë pra do jetë vijimsi biseda, takimet publike, sepse ne do ndjekim parimin që pas çdo aktiviteti ne dona me zhvillu takime që gjërat e mesin, pra u pa ekspozita natën e mirë dhe mirëpafshim, po mu rikthy publiku dhe me kuptu gjën e gjatë se për çka bëj fjalë. Ti sa më hapun dhe më kuptuar, na lehtëson edhe ne. Pra duhet të kuptojmë nga gjërat që i bëjmë edhe për me vetëm thjeshtu, por edhe sepse kur gjërat janë të thjeshta janë të sakta, kjo është ideja, dhe ndihmon në përditshmëri. Pra do të kemi takime të tilla shpesh, dhe një në këto takime i ftuar është Vladimir Murtezaj. Pra që ne avash fillojmë me mbyllim atë puzzle-in e emrave si thuaç të trendit, i cili shpresojnë të si thuaç për lancë filozofike,
edhe kuptimore të realitetit shqiptar përmes artit të asaj pen, sepse është edhe shkrimtar, është edhe estet i mirë. Ti marrim edhe një mendim të shohim pastaj. Pra, do kemi për shembull Vladimir Murteza, ky Ardian Sufi dhe Vladimir Murteza janë dy kështu dy pole që shkojnë si thush në drejtime pak të kithta, po që qëndrojnë në të njëjtën linjë, si dy kështu paralel. Një paralel dhe shkojnë duke konverguar me njëri tjetrin shumë, domethënë. Është e rëndësishme që galeria dhe institucioni i artit të rezonojnë, jo thjesht të jetë një kulm ku të mësyhet, por edhe të rezonojnë me vlera, me mendime, me përqasje, me koherencën e kërkuar, por edhe me ritmin e ditëve. Të gjitha këto janë, si thua, ecësh me një hap. Ndërkohë që emra të tjerë do vijojnë. Po, kemi pastaj vazhdojmë me Myftar Cubin. Është artist i veprave të artit monumentales. Kryesisht ai ka levru mozaikun. Ne do kemi një ekspozitë në mozaik që s'është bërë. Interesante, asnjëherë. Edhe çuditërisht edhe si arti i aplikuar në hapësirën e Shkodrës nuk shifet shumë. Ndërkohë që qyteti në gjurmë të themelimit të tij si qendër ka një mozaik, dhe i kemi të dokumentuar nëpër muzeet e qytetit, pra mozaik. Pra kjo është shikojmë se çfarë bëjmë, pra bëjmë një lloj lidhjet mes një fenomenit historik, një fenomenit në vazhdim. Myftar Cubi është nga? Myftar Cubin e kemi nga Malësia e Madhe. Po jeton, punon në Tiranë, ka qenë pedagog i Akademisë Arteve në Fakultetin e Arteve të Aplikuara. Pra kemi një gjeografi pranë Shkodrës me Shkodrën në Shkodër. Kjo është ideja. Zoti Cubi kishte kohë që si thosh donte mua afro tek me veprën e tij. Edhe një pastaj morë me ne në telefon dhe i bam që këtë vit do të kena marrë parasysh. Pra janë disa risi do ta quaja. Do t'i quaja. Pastaj kemi një zoj nga Shkodra që quhet Greta Tahiraga, e cila po ngulmon shumë në skenën artistike, edhe ashtu ka kriju një profil të vetin, një lloj pikture të zhanrit që ne kemi pa të arsyeshme që ajo të jetë, sepse është për e para punës ndjekim idenë që autore me jo autor duhet të hapet. Unë nuk e kam qef shumë këtë debatin gjinor, domethënë barazisë gjinore. Nuk e kam qef se më duket i kot, sepse artisti është artist. Fushën e arteve s'ka pas ndonjëherë kështu në një lloj ku diun çudie për me nda në raporte numerike ose gjana. Por ne e shohim shumë të rëndësishme sepse për çështjet e angazhimit, domethënë, edhe se si fillon të ndërtohet si shpërthen një mënyrë arti, është shumë interesante. Edhe pamë në këtë lloj mënyre. Me sa di unë ka një individualitet të saj, madje edhe një teknik të jashtëzakonshme në pasqyrimin. Çdo herë më tepër, si më thënë, vjen edhe e rafinon, si më thënë. E qartëson, e bën më të kristalizuar, më të tejdukshme. Po është edhe, si thush, është një guxim për tu marrë parasysh, sepse është investim. Dhe investimet nuk janë, pra investimet në jetë duhen respektu. Edhe është rëndësishme edhe në këtë këndvështrim të zësh një pozicion ku ndihesh mirë. Po dyshim është lufta e çdo njeriu, domethënë. Edhe në art, domethënë të marrësh atë gjini, atë këndvështrim ku vërtet ecën me duke e përsosur mjeshtrin. Ndërkohë përsëri emra të tjerë, Sokol Kolen, kemi vete për ta konfirmuar, po gjithsesi Sokolin e kemi vënë në listë me SSB-n kur i them, sepse u dogj rasti vitin që iku.
Është mas Sokolit kemi Sokoli është në skulptur? skulptor. Pra edhe Në nova se më shqipo. edhe ekspozita e skulpturës Po, që janë të- është e veçantë do të Veçanta. ta quaj, sepse kemi më Janë të tepër rralla, janë të ekspozitat e rralla. skulpturave. Kemi pastaj vijoj me çmimin Hidromeno, këtu do nalem pak. Tash s'm kujtohet në emër tjetër, po besoj është lista plot. Çmimi Hidromeno është një çmim Çmimi Hidromeno është një aktivitet që i cili për vite e ka marrë gjallë, si thush, atë pjesë të skenës artistike të zhvillimeve të artit bashkohor, të arteve emergjente, pra këtë mediumeve jo tradicionaliste, siç është piktura, skulptura, por të mediumeve të bashkohore, siç janë arti digital, pra kanë mediume të performancave, ndryshme. installacioneve, nga këto gjëra, sepse janë mjetet të jetës tonë përditshme. Pra nëse dikur skulptori punonte me daltë me çekiç, sot dikush ndërton përmes telefonit, përmes kameras, përmes instalimit të objekteve të ndryshme dhe krijojnë efekte të jetës tonë ose përkthejnë momente të jetës tonë. Dhe për hir të së vërtetës, pikërisht edhe këtu ka prurje të reja, prandaj e gjej me vend atë kopshtin e madh të Shkodrës që bulon vazhdimisht. Kemi një situatë pak çuditshme. Nose kam pak të 6 muaj që jo vetëm unë po me anëtarët e stafit po kërkojmë sepse në strukturën e çmimit Hidromeno është një kurator të cilit ne e përzgjedhim sipas produktit të tij. Po. Dhe pra kërkojmë gjithmonë atë që është më in, ose më mirë. Dhe si me mënyrën që e kemi menduar të vazhdojnë, do të jetë i përvitshëm, herë tjera ka që janë i çdo 2 vjetshëm, sepse në çdo 2 vjet pra mbaj një grup punësh, dhe ky grup punësh nxirret një fitues, i fitues vitit të ardhshëm i bëjë një ekspozitë personale dhe kështu vazhdon të kjo kry 2 vitesh. Kurse ne mendojmë që të jetë i përvitshëm çmimi Hidromeno, të funksionojë si një konkurs derisa të kthehet në një lloj brendi. Të të marrin edhe herë atë ritmin që ka pas, sepse është ndërprej për i periudhë kohë, për arsye teknike, gjëra të ndryshme jetësore, pastaj pandemia pa dyshim që i ka ndiku. Çmimi Hidromeno, ajo që ne po vërim është pra duke bazu ti hulumtimi që kena bën për më ndërtu deri sot, është që po hasim një lloj vështirësie në kërkimin e kuratorit ose kuratores. Gjë që nuk më merr të mendja se do të ndodhte kjo. Pra nga të gjitha kërkimet që kena bërë, vëmë re që jeta artistike është mbushur me artist dhe me shumë pak kurator. Edhe ato kurator që janë nuk e marrin përsipër. Herët e para jam çudit dhe kam kujtuar se mos ekziston një arsye X mas kësaj. Nuk ka arsye X, ka vetëm një arsye të vërtetë që si thush, nëse në rastin e arteve të zakonshme ose të emrave kur bëhet fjalë për Shkodrën, ato vinë edhe tensionohen. Këtu kemi një lloj tensioni tjetër. Qose ato vinë dhe donë me marrë këtë kalo. Këtu, si me thonë, në një fenomen i çuditshëm që largohen disi nga ky lloj përballje ose hulumtimi ose nuk kam nejt me kërkuar arsyen më gjatë. Pse? Sepse ne kemi lëshuar një zë, një thirrje. Dhe kësaj thirrje akoma s'po përgjigjet njëri. Dhe nëse nuk i përgjigjet njëri, pa problem, sepse ne tash na këta na kanë dhënë një mundësinë dhe na kanë dhënë konceptin, mjetin që këtë lloj situate pak të çuditshme ne ta kthejmë në, si thush, në një mënyrë për me zhvillu ose boshtin kurrizor të konceptit filozofik të çmimit Hidromeno. Pra ne bëjmë thirrjen, ne lëshojmë zanin dhe s'po përgjigjet individi.
atëherë bara i bën institucionit. Këtu tash ne krijojmë edhe një fenomen tjetër. Të shohim se si funksionon raporti publiku, krijon besueshmëri ose duke pa individin apo duke u kthyr nga institucionet. Pra ne tash i fillojmë edhe hapim një diskutim të re në fushën e arteve, që cili është roli i institucioneve në këtë mes. Sa janë ato në gjendje të ruajnë dhe të plotësojnë vakumet që i krijojnë shoqënisë, dhe shoqënia ai shef më si efektive institucionet apo duhet të besoj individit. Kjo tash është një marrëdhënie e dytë që na zhvillohet. Jo vetëm jam duke e pa, po jam të e pa që shumë më interesante se sa me marrë një recetë, një X kurator. Dhe me duket si gjendje më e vërtet kjo. Pra me punu për mi te, dhe nesër me bën një grumbullim punësh mi këtë lloj, mi këtë bazë. Kanë vështrimi, pra mi këtë thirrje, pra ne e kemi tek thirrja. Gjithsesi të nxisësh dhe të ndërtosh politika me pikësynime ose me vijueshmërinë që të çojnë tek stacioni ose pikësynimi është një mision arti, të cilin në këtë rast institucioni e ka parasysh për të ndërtuar pikërisht ato baraspesha në këtë rrugë, sepse nuk është thjesht një rrugë. Ne po bëjmë një ekspozitë pikture modeste të një tëriu që patjetër duhet përkrahur. Përkundrazi, duhet të mash një balancim mes të gjitha prurjeve, mes të gjitha zhanreve, teknikave, mundësive që e bën pastaj të gjithë hapin në një stad më tjetër. Dhe kjo është e veçanta. Mbase shumë ne nuk përmendëm edhe ekspozitën e Vjeshtës, e cila është salloni i Vjeshtës, e cila është madhore, do ta quaja, por do përmendja edhe një fakt, se shumë vepra, shumë aktivitete, ekspozita, nëse nuk gaboj, mbesin disa nga veprat në fondin e... Jo, vetëm veprat e fituesve të edicioneve që janë konkurs. Gjë që do të thotë pasurohet vazhdimisht ky fond. Po, çdo vit. Dhe kjo do të thotë që të jep mundësi të hedhësh vështrimin horizontal, diagonal, si të ju ta keni mendimin. Gjë e cila më rezultoi edhe në ekspozitën e fundit, me të cilën ju në një farë mënyrë jeni munduar të tërheqni në një mënyrë tepër simbolike, tepër jo thjesht të rafinuar. Unë do ta quaja të spikatur, të goditur në një ide që bashkon 4 vepra, 3 vepra nga fondi dhe një instalacion. Kjo do të thotë që galeria, përveç këtyre aktiviteteve, natyrisht akumulon së brendshmi, gjë që her pas here ky akumulim bën të shpërthej. Kjo ndoshta mund të përkthehet pikërisht në ekspozitën e fundit, Aurelia pa titull dhe pa zë, e cila në një farë mënyrë bashkonte një ide të vetme, artist, që dha një mesazh që nuk kuptohet si jashtëmi, ai ndjehet së brendshmi. Në këtë sens do ta quaja një arritje të paraqitjes së galerisë në këtë rast, sepse artistët i kishin shprehur mendimet e tyre veç. Por ndoshta në këtë këndvështrim galeria gjithmonë është e pasur, edhe nëse dikush nuk e mëson me vepra, apo jo? Mos e vërtet kjo. Kjo është ajo databaza që krijohet. Kjo është ai momenti ku databaza ruan funksionin e institucionit. Dhe ne që vim më pas, pra marrim këtë grumull gjanash dhe e hedhim edhe herë në treg, e hedhim edhe herë ato zaret në tepsi, edhe fillon të shkruaj në një format tjetër, ndoshta në një format tjetër, sepse çështja e lexuarit historik pasi koha bëhet as krejtë ndryshme nga gjërat që kanë ndodhur. Edhe ti kur ndodhesh në momentin tani, si do me kuptu se çfarë po ndodh tash dhe si do të vijoj në të ardhmen, normalisht kthehesh
dhe të shkuarën dhe sheh që ka 3-4 gjana që si i bën bashk dhe kanë një fijet për bashk këto gjana, të cilët të japin një formulë për me kuptu se ku ndodhesh tani. Dhe ky ishte, si thush, edhe motivi i asaj që ka doli nga kërkimi, në fillim pak i rastësishëm i këtyre veprave që po bëte kolegu Sidrit Loja, dhe normalisht e përshëndesim, dhe në diskutimet e përditshme përveç çështjeve të punës doli edhe kjo që ta të rishikojë, se me thonë, këtë qëndrim e këtyre punëve që kishin një fill përbashkë, që kanë bajnë me braktisjen, me largimin, pra me distancimin, pra me shkëputjen fizike, me ato zgavër të brendshme shpirtërore që me mungesën kryesisht, me mungesën, mungesa e pa me në mënyrë shumë fine këtë herë, jo me atë brutalitetin e gjatë që mungon, po me të ndjesisë që të krijon mbrapa. Të një drite që reflekton. Drita shumë e bukur kjo. Drita që reflekton është më të vërtet ajo që sikur del prej ato ngjarjet e përjetuara, dalin prej formon kokë dhe dalin nga gjoksi i njeriu dhe projektohen në mur. Kjo ishin ato ëndra, përjetime, mungesa, këto gjana ose vështrime. Kjo është arti. Kjo lloj magjie ka disa gjana që libri, filmi, teatri i duhet paktën një kohë fizike me t'i shpjegu. Ka disa gjana që vetëm arti bashkohor t'i jep direkt. Fill aty për aty e merr. Dhe këtë lloj magjie ruan ai. Edhe ruan, por edhe reflekton, sepse pasi siç e tham edhe pak më herët, mbasi largohesh nga galeria, mbasi i ke parë, i ke të shfaqura së brendshmi dhe dialogon. Ndoshta ky është një mesazh që mision që arti në këtë rast edhe aktiviteti i organizuar, galeria, institucioni kërkon të ti cek, të ti tingulloj brenda vetës, duke ndoshta edhe pa fjalë, por kur i ndjen së brendshmi. Natyrisht duke u ndalur në këto emra, në këtë veprimtari, në këtë ecuri, që nuk është e lehtë, sepse të gjitha janë frymëzime, të gjitha janë punë, të gjitha janë emocione, por që duhet ti menaxhosh. Edhe në këtë rast mund të thuhet një menaxhim i mirë, të jep pikërisht këtë veprimtari, këtë fill veprimtarish, aktivitetesh, nuk po e quaj ekspozitash, sepse janë veprimtari të shumta që kulmojnë me vepra, por edhe që nxisin mediume dhe takime artistësh. Kjo është, unë dëshiroj t'ju falenderoj shumë për këtë pasqyrë të aktiviteteve të ardhshme, duke menduar se së shpejti në maj do të kemi aliazh nga Sytki Ibrahimi e më pas në ekspozitat të tjera. Vetëm suksese, mbarësi në aktivitete të shumta, në tërheqjen e kësaj vëmendje, natyrisht me parametrat e kohës, të sigurisë, por që mjafton që derat të jetë hapur dhe artistët vinë her pas here të shohin këtë ekspozita dhe punë. Ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit ju për vëmendjen. Faleminderit.